Eni Vasili bëhet e para grua në historinë e radio-televizionit publik shqiptar që do të drejtojë këtë institucion. Pas marrjes së mandatit, drejtuese e re ka zhvilluar një takim me stafin e institucionit, duke shprehur edhe qasjen e saj në momentin e marrjes së detyrës. Rini të qetë, punoni të qetë, jepi maksimumin tuaj, maj sa mundani në përditshmërinë tuaj. Sigurisht, në mënyrë graduale, do mundohet të dëgjoj takimin nga një, kur garantitat që keni si sektor, por edhe si individ, si profesionist. Është shumë e rëndësishme jemi të gjithë në funksion të ekranit, të atij imazhi për cilin jemi këtu, gazetar, regjisor, skenarist, autor, montazhier, të janë artistët e ekranit dhe të gjithë ne tjerët jemi në funksion të atij minutazhi që i japim në transmetim. Gjatë takimit me stafin, zonja Vasili ka kërkuar bashkëpunime të gjithë punonjësit e radio-televizionit publik, duke premtuar se do t'i jepet fund edhe periudhës së zgjatur tranzitore që institucioni përjetoi. Kërkoj ndihmën tuaj në mënyrë të urdur, për të kaluar pak në këtë fazë të parë, të ballës parë, të mbrëmjes parë, me problemet që ekzistojnë, di që janë shumë, do të zgjidhim. Janë vitur që do të zgjidhim të gjitha. Eni Vasili u zgjodh në krye të radio-televizionit publik shqiptar pasi siguroi shumicën e votave në këshillin drejtues mes 12 kandidatëve që paraqiten ambicien për të drejtuar këtë institucion.